personalisht më duket si burokrat i mirë, por tepër i druajtur për pozicionin e një individi që realisht duhet të flasi jo me pathos, po të flasi drejt. E kuptojmë, zoti Antoni, e kuptojmë të situatën, po nga ana tjetër, kjo i shkon kaq mirë për shtat zotit Rama, sepse për hir të vërtetës ne kemi diku te 11 minuta që flasim tani për këtë se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike. Ja ku është përqendrua vëmendja, iku nga zonja Balluku dhe po merremi me Partinë Demokratike. Kaq i mjafton zotit Rama për të ringritur pak nga problemet që ka? Të them një element, jo, nuk ngrihet dot. Zoti Rama beten më të madhe tani e ka që të mbylli mandatin. Dhe me këtë do bëj çmos që të mbylli mandatin dhe mundësisht t'i përkojnë konjunkturat me pjesën europiane. Po keni parasysh ky debat po bëhet në momentin më të nxehtë të majorancës. Po pra që nuk duhet të ndodhte, pra kjo është pyetja ime, pse duhet të ndodhte tani? Është momenti i papërshtatshëm ky? Po mirë që të ndodhte tani, sepse logjikisht të gjithë ne kemi në nënvetdije që kjo forcë politike jo vetëm është e konsumuar, po është e korruptuar. Dhe është mirë që këto lëvizje po bëhen në fillim të mandatit për pjesën e Partisë Demokratike, sepse do ketë mundësi në muajt në vazhdim që të tarohen, që të shikojnë se ku mund të shkojnë dhe mos harronin diçka. Mbas një viti e gjys janë zgjedhjet lokale. Dhe unë besoj që ata do ketë reflektim? Me të gjitha kapacitetet. Patjetër sepse i duhet, ju thash diçka, u duhet burokratëve të ri të partisë që të përfaqësohen, u duhet demokratëve në përrethe që të përfaqësohen, që të marrin vendet e tyre në bashki, e tjera. Prandaj, në mendimin tim, është fat për Partinë Demokratike që po e bën tani debate, nuk ka më asnjë lloj rëndësie për majorancën, madje sa më pak të flitet aq më mirë është, sepse është për higjienën e kombit, që mos të dëgjojmë gjithkohon korrupsionin e tyre që na ka treguar që shqiptari është i korruptueshëm e tjera, dhe të paktën të merremi me gjëra konstruktive. Por këtu presim se sa zoti Saliani me të tjerët do jenë të vetëdijshëm për këtë lëvizje të madhe që po bëjnë. Okej, do doja ta vazhdonim bisedën në lidhje me këtë gjë, po sigurisht më duhet të shfrytëzoj mirë kohën televizive dhe janë dy pikat e tjera shumë të rëndësishme për cilët dua të flasim. E para e kam fjalën për një reagim këtu të zotit Rama ditën e sotme në raport me çështjen Balluku, ku duket se zoti Rama vijon të mbështes zonjën Balluku dhe në një farë forme edhe të hedh akuza ndaj GKK-s, vendimit që ka dhënë në raport me zëvendës kryeministren. Ai ka thënë se pezullimi i një ministri është një precedent i rrezikshëm, vijon zoti Rama të ketë të njëjtin qëndrim me atë që ka mbajtur që në krye të herës. Dhe kjo bllokon të gjitha punët. Për hir të vërtetës, ka thënë zoti Rama, janë 36 akte që duhet firmosen dhe që kanë mbetur pezull në këtë moment. Heqja e një ministri nuk e zgjidh problemin. Nëse do të kthehemi pas në kohë dhe do të kujtojmë edhe eksponentë të tjerë të majorancës edhe të Partisë Socialiste që sot mund të jenë prapa hekurave ose në nënhetim, nuk kanë patur një mbrojtje kaq të madhe të zotit Rama. Pse zoti Rama vijon të ketë të njëjtin qëndrim dhe a e sheh ti si një sulm drejt për drejt në institucioneve të drejtësisë? Jo, unë besoj që zoti Rama kërcënohet direkt mbas heqjes së zonjës Balluku. E para sepse bëri gabimin e madh, që në fakt në mendimin tim nuk ishte gabim, por thjesht ka dashur të testojë deri në fund institucionet, sepse ne dim që në momentin e risjedhjes së zonjës Balluku si zëvendës kryeministre, publiku ka pas një lloj reagimi që pse duhet ishte prapa ajo. Kuptohet direkt apo indirekt, kjo është shfaqur publikisht. Zoti Rama e di më mirë nga gjithë të tjerët se cilët ministra kanë probleme me drejtësinë edhe të tjera si këto. Dhe çfarë duhet të them në këtë sens është që kemi një element shumë të thjeshtë, elementin demokratik që zonja Mogherini dhe kolegu i saj e bën shumë mirë ditën e djeshme dhe ditën e sotme bëri zonja Mogherini, që dha dorëheqje, nuk i prezumohet pafajësia deri në momentin e saj, por vendoset e lirë përpara ligjit duke hequr imunitetin. Në sensin që ti jep dorëheqjen dhe jep mundësi për shtetin tënd që të vazhdoj punën e vet, sepse nuk mund të vazhdojmë
në këto lloj mënyre. Dhe zoti Rama duhet ta lëri këtë retorik, po ka gjën më të lehtë në botë që ta shkarkojë dhe me mekanizmat e tjera zëvendësja ose zëvendësi zonjës Balluku të filloj punën e vet. Okej, çfarë përçmërie ke në raport me atë se çfarë do të mund të ndodhë me gjykatën kushtetuese në datën 12 dhjetor? Mendoj se ose data e përcaktuar ishte data 2 dhjetor, praktikisht pardje, nuk ndodhi, pati një shtyrje të kësaj date dhe u shty sërish, shkoi në datën 12 dhjetor dhe ka një lloj domethënie ose një arsye që mund të fshihet pas kësaj shtyrje të një date të caktuar ku kjo gjykatë do të mund të vendosë për zonjën Balluku? Jo, unë besoj që edhe brenda drejtësisë tonë shikohet që ka gjykime krejt të ndryshme për funksionalizimin e shtetit tonë. Dhe kjo është jashtëzakonisht shqetësuese. E para sepse jemi para një realiteti ku duhet shikosh më përpara interesin e vendit dhe keni parasysh që ekzekutivin mund ta kontrolloj dhe mund ta frenoj vetëm drejtësia. Dhe nuk është logjika ajo që thotë zoti Rama, paçka sepse ashtu siç e paraqet ai ka të drejtë, por në një farë mënyre njerëzit e ekzekutivit duhet kuptojnë që kanë një fre, dhe ky fre është drejtësia, dhe po s'ia vuri drejtësia këtë fre ekzekutivit, ata mund të marrin çdo lloj vendimi. Ja ka vënë me qëra fjala, me që se jemi këtu, i ka vënë një fre ekzekutivit dhe a varet pushteti i këtij ekzekutivit të sotëm nga drejtësia jonë sot? Jo, nuk varet, po ka filluar të shikoj që përbara ka dhe pengesa. Dhe këto pengesat, sa më shumë po korruptohet qeveria e zotit Rama, aq më shumë këto pengesa po rriten. Dhe prandaj dhe reagimi i tyre është jashtëzakonisht i madh. Dhe prandaj zëri ministrave të zotit Rama është aq i vobekt, aq i dobët. Okej. Nëse gjykata kushtetuese do të jap një vendim në favor të zonjës Balluku, çfarë mesazhi do të ishte ky për ne si qytetar, po edhe për atë se çfarë po ndodh brenda drejtësisë? Besoj që është gënjim. Është gënjim shumë i madh. E para sepse drejtësia të paktën me pjesën e provave që ka shkuar një logjik të caktuar, ndërsa qytetarët për pjesën e fuqisë shumë të madhe që ka një pushtet i cili nuk llogarit jo thjesht balancën e institucioneve, po që mendon për paratë publike në mënyrën të themi në mënyrë më arrogante, dhe të paktën nga përgjimet e zonjës, po të jenë vërteta. Është vërtet jashtëzakonisht shqetësuese mënyra se si paratë taksapaguesit shqiptar, edhe ne të dyve bashkë konsumohen në këtë lloj mënyre. Do të shohim se çfarë do ndodh në datën 12 dhjetor. Zoti Andoni, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Mirë, ishim drejt për së drejti me analistin Ben Andoni, teksa një analist të shkurtër